Bonjour. Oh, excusez-moi. Hajde. Mirë se erdhët në Nicë edhe Nicë e kemi ardhur. Gjëra kemi ardhur YouTube, ama ne kemi ardhur Nicë. Po, që pastaj janë shumë e bukur. Ju të shkoni në pushime dhe ne të ju shohim me telefonin. Po. Se me radhë. Se me radhë është. Sa kemi ardhur në Nicë? Po. Ulëm dhe do hajmë diçka. Ishte shumë e lehtë. Një avioni ishte njëra fluturimet më të lehta që kam pas në jetën time. Po, edhe për të çuditë avioni ishte gjysmë bosh. Po, sepse Düsseldorf-Nicë ne ishim me Eurowings. Düsseldorf-Nicë ka 6 herë në ditë nga Düsseldorfi në Nicë. Imagjino se shpesh. Një informacion, ama avioni ishte gati bosh, ishte gati shumë bosh, në herë si ishte vetëm ne të dy në pjesën tonë, në ishën tonë. Edhe kemi shumë rehat. Kam fjetën e tërë gjumi, sot jam kënaqur. Unë pash Hobbit, or? Lord of the Rings. Atë pash, edhe të shi, prem 2 bileta nga 52 euro, që janë për gjithë trenat edhe për autobusat. Për 7 ditë, quhet Costa Azzurra Pass quhet. Na i treguan 2 çuna, ishin 3, më saktë ishin asiatik. Atyre ju bëhet besuar njerëz. Ato janë shumë të informuar, shumë të lexuar janë papa. Për zotin janë shumë. Janë unik. Janë plak fare. Po, më vërtet. Edhe ata po ma shpjegonin që me këtë mund të marrësh trenin, se i pyesin kështu, se kam problem. Edhe me ata nuk rrezikon kur të flasësh anglisht, s'ka asnjëherë. As rrezikon që të bësh ai gabim nuk ka bën. Ato nuk ka bën. Po, janë shumë strikt janë, dhe bravo ju qoftë për gjithë informacionin që marrin. Ne morëm trenin dhe një këshill që e jepshin të gjithë, është që kur mos e merrni trenin direkt sa zbrisni nga aeroporti, sepse shitet vetëm një lloj bilete, që është një bilet që kushton 10 euro për të ardhur deri në qendër të Nicës. Nëse ikni deri në Grand Arena, që ju çon terminal 2 quhet ajo, ju çon aty 2 kemi bë 2 Ka duhet ta pagosh apo nëse paguam? Jo, nuk pagohet ajo, deri te Grand Arena është falas. Po. Deri në Grand Arena është falas dhe ju merrni aty, binit automati aty tiketat. Ne zgjodhëm këtë që ju tha. Edhe kemi ardhur tash në qendër të Nicës, jemi me gjithë valizhe, me gjithë të gjitha gjërat. Do t'i lejmë diku. Po, edhe sa pam një kafene super cute, me ato kështu si nëpër filma, kam edhe një çift këtu duket tipik çift francez. Kemi marrë unë kam marrë një makarus pistachio, kurse Anti kam marrë një pavlova. Pavlova është polake? Ruse. Ruse, po ruse. Që e ki gatuar? Jo ruse, australiane. Asha që ke bote për Po, ajo që kam bërë për ty është. Australiane dhe ka emrin e një balerinë ruse. I informojmë edhe më shumë rreth Nicës, që do bëjmë çfarë. Edhe i kanë shkruar edhe hotelit që nëse kanë mundësi të ma bëjnë check-in para, se më mori parë në telefon edhe më tha që nëse krijohet mundësia dhe pastrohet shtëpia, se kemi marrë një tip apartamenti, nëse pastrohet më para do të shkruaj që të kesh mundësi që të bësh check-in më para. Edhe kështu tash po presim ice coffee, edhe pastry edhe ëmbëlsira se jemi në Francë. Qa do njeriu më? Qa do me? Edhe do të bëjmë dhe një home tour të shtëpisë, se do kemi të njëjtën shtëpi për disa ditë, kështu. Nuk vendosa se shumë njerëz kanë qejf bëjnë edhe kështu që marrin një shtëpi në Saint-Tropez, një shtëpi në Nicë, por pas që vinim shumë shtrenjtë, se kur i merr shtëpitë për pak ditë, ato kishin shtëpi shumë të larta. Jo, po edhe puna valizheve. Po, edhe kemi marrë valizhe kësaj radhe. Se ne gjithë përgjësit e ikim me qata shpine, po kësa rade vendosëm të merrni valizhe. Dhe bela më vete, pritte të dalje, hyrje, qekoje. Prit ta kaloshe, prit dalje. Me qata shpine e rrule. Valim bela dhe kjo. Direkt ke avion. Po. Jo qekokët, jo imbarkokët, jo pëshokët. Më shumë po na mori kjo dhe na stresoj se sa vetja jo. Pak vap, është pak vap. Lemi. Po nuk është se presim që të kafja. Që të lajmi. Is in the air like a drum snare, buds are bursting, beautiful green. It's like a love scene with waves. Ara bleva një gjë,
se gjeta një dyqan maroken, o zot unë vdes për çantat. Dua t'ikin në Marok, po kushton shumë lek viza dhe po ndaj s'po iki. Dhe bleva këtë edhe ja mora faqen Instagramit se doja një çantë si kjo të kuqe, edhe ndoshta do e porosis edhe të ma sjellin në Gjermani. Kushtonte 90 euro çanta, po ishte super yll. Dunes under Mojave sun, tumbling sagebrush, run, coyote, run. How I'm longing for the thrill of the Alabama hills, hear the high Sierra call. Now I can only dream of the redwood grove and stream winding gently through the valley. See the golden eagle fly to the granite in the sky from the meadow far below. Sa është dielli keq, deri tani kemi parë vetëm qytetin, kemi parë tregun, kemi bërë shopping, por nuk kemi parë detin, që kështu tani po dalim të shohim detin. Do ja tregoj dhe ju. Po, dhe u duka një lloj freskie që erdhi, o zot. Edhe kjo gjoja që ishte tradicionale e Francës që provum ne. Po. Nuk ja di pse kishte mirë, po ishte super e mirë, ishte pak pikante, shumë pak. Shumë gjë e mirë. Kushtonte 3 euro e gjys, edhe është në treg dhe është mu në fillim të tregut, merreni. Më duket se e ka emrin Soka. Po doja t'rregojmë. Po, do e gjejmë se kishte të shkujt me aty kur e porosita, edhe deti njerëz që ka shumë i bukur. Jemi mu fix fare në qendër të Nicës. Dhe deti qenë ka uzdohë. Se nuk e dim si janë vizat e bardha këtu, se në Francë në përgjithësi nuk e vret njeri për vizat e bardha shumë. Janë vizat bardha, po janë si Shqipëria apo si Gjermani? Se duhet parë njërë ta ble mirë mendja dhe deti u duka. Cool. Era kri. Era deti, era pushime. Si do ju t'rregojmë tani. Oh, sa i bukur, shi. Tamam është me xixa, deti thonë duhet jetë gocë, se shi sa xixa ka. Mbahet, të tregoj? E morët edhe detin, e bot gocë. Burri, si është akullori atë Fenokjo? Dhe një nga vendet që ka 100 flavors, 100 shije. Po, mora një me pistakjo edhe një ma suqeroja e goca, nuk e di me që ishte. Qeka shumë e mirë. Shumë e mirë qeka, vërtet. Sa kushtoj? Do me provu? Jo. 5 euro. 4,50 euro. 4,50 euro, një kjo. Më dhe me 2 këshu. Me 2 lukë. Fol mirë se më thonë pëse s'të le të flasësh. Po s'di me folë unë për zotin, nuk di me folë shumë. Nuk di me fol, si nuk di me fol. Unë ka marru me folë, që unë ka njofë zgunë. 18 vjeç disha me folë. Të shim rapa. Si talë të burin e u. Vjedhër. Në qelsat, pas peripecive të shumëta. E bëj burri një home tour. Home tour. Qa kemi? Kjo është hyrja njerëz. Kemi marrë një shtëpi me kuzhinë. I pas ka postina si thonë kishim marrë ato pose kishim pi kafe. Kjo është kuzhina, se do ka ty në i darkë ose në i mëngjes, do t'i ka ty sepse kemi qef. Ky besoj është periferi. Sa kemi ardhur? Që ka shumë i pastër, që ka shumë i pastër si shtëpi. Kjo është një për ato gjëra pastruese që nuk është për ne. Si s'është për ne, ne du të pastrojmë shtëpinë, jemi në ditë këtu. Okej, por ka po. Pas ka po që ka fshesa korrendit edhe këtu.
Ka tostierën, ka makinetën e kafes. Pas ka dhe 4 Po postina kjo që ç'është? për ne. Kjo është lavatrice ose lavastovile. Ne lavastovile. Po. Po kështu ka? Beshtek ora zo. Po. Po të tjerë? Kjo është lavon, frigoriferi. Po furra ku është? Këto gjona kanë te vajra gjona shushke. Po pjata në tenxhere ka? Ja kush nuk gatuan. Tenxhere s'ka. Do ta shofësh tek këto, ndoshta ka. Po pas. Furra, po tenxheret ku janë? Ajo ishte tenxheret ishin. Burra. Tenxheret ishin. Këto janë furra. Kush janë furra mo? O da, këto janë tenxhere. Oh. Këto janë tenxhere. Sa interesante, shite? Sa fshatare pas kam qenë. Da, unë jam majsta më gru. Bravo, burre. Dhe pjesa këti? Kjo është për gjitha. Kjo është një vaj vogël që mund të shënitur, kjo është shkallati i çiftit. Kjo është një balkon shumë i vogël, ama shumë cool duket. Pa hape njërë nga tregosh pamjen. Ka i nxehti jashtë. Më në të mjëve. Shifeni? Mund të hajmë një tarë kërë. Upa! Kjo është dejtë aty kemi me pamje këtej, edhe pak vertikale, po shumë e mirë. Se jo, kemi këto komshit ne për balë që pas kanë pasqyre pa kanë. Nga dhe vendi jonë. Kjo është valigja jonë dhe tualete. Se mbylli derën, se dhoma që nga akull. Me dush me shumë njësi. Ja, pas ka dhe lavatrice, ja ku që nga. Po, ja, edhe pasqyra, ja, edhe dushi. Shumë mirë që nga të gjitha gjërat që duen. Gjërat i ka është një gazonjere e vogël për ne të dy për 9 ditë, për 8 net. Edhe ne do rrim këtu. Po. Por ju nuk e keni iden peripecit për të marrë Chelsea-n. Se që kush i ka nxjerrë këto moda. Vej nga këto veglat kështu, nuk e di si janë, që më thënë që kapën diku edhe Keybox. fut kodin, po, keybox. Kuti Chelsea kështu dhe më thënë, që fut kodin dhe merë Chelsea. Ata i kisha lënë atje në Japoni, morëm Chelsea-n atje. Po gjera atë, po ne... 5 lloj keyboxa shumë Chelsea, kuti Chelsea, 5 copës, dishe Edhe njëra ishte shumë lartë në këto tonat, edhe ne aty Gjysore mirë që s'morëm, ka qa vida, që ta shmontoshim, a si ishte fare së shpis. Edhe na foli një zotëri, na gati pes. Alo, jo, si të shtej? Hello there, zdita dhe Ai shketi mundoj që të na tregonte që keni të tjera atje, ashtu e gjetëm pastaj. E gjetëm e morëm edhe që ka shumë cool që Për pecit tona, pastaj ngelëm edhe 3 orë poshtë se nuk di. Stimi mas me gjeta atë me hap, as këtu poshtë. Stuti sigurisht era pa që këshim dalë, në jashtë edhe s'prepshim du mas edhe gjetëm. Po sheqëri gjetëm, erdhëm. Kondicioner kemi. Kondicioner po, dhe përme e tush do pushem pak edhe deti ishte aty. Këto perdi siguri pas ka marana, zhivë. Të këto perdi, si mi pas monto ty. Si mi monto e ashtë se si po të gjonat me ka qavi dore me qëtë gjo. Kujto se shpia, këta boj shpi, këtesh me ka qavi dhe me dore po. A që ka tura dhe ka për në ranu. E që has bjerë të masinë. Ti e ka në ndej. Zëjtë. No one ever knows where we're heading, where the story goes. You just gotta hold on to your path. Fruta s'kam What thënë. feels right in your heart and your soul. Sa po konsumuam ushqim, orëm në një picë dhe në një salat që zarë dhe kushtoj 50 euro. Një salat, një picë, 2 kola. Një kola një qaj. Po. Shmimet janë pak. Jam pak të larta, do më thënë, tani Edhe në se market. po, këtë themi, jo për lokalet, se lokalet pastaj kishte mundësi plot në qoftë se doje të haje lirë, Po. kishte bageta, kishte të kështu gjërat. Me hongër jashtë, ti mund të hash... Ke mundësi zgjedhje. Ke mundësi zgjedhje që mund të hash shumë lirë, por ne kemi fjalafën për market. Marketi ishte shumë shtrejt. Po, shumë i shtrenjtë. Dhe Kurse restorantet e këto pastaj edhe frutat ishin shumë shtrejt. Jashtëzakonin shumë. çdo gjë. Përveç se çadra ishte 12 euro.
Po, Edhe ne kjo. një çadër, dem edhe Një kështu për të ushtrirë. për më ushtri, po. Se s'punon gruaja në market mrogullash, po. Po ti kish si s'kemi çaj i merr. Kishim me çati mërshim. Ne kishim edhe valixhen 18 kg na 23. Po ti kish këtë mund ta mërshim. Po, Kurse çadrën e kena morë dhe do ta hedhim, se normalisht nuk nuk kemi ku e çojmë. po. S'kemi që duam. Edhe kështu tash po ikim në plazh. Po ishim pak shpar, po Vetëm andi u lajnë qik. po u doshin të gjonat me marr. Po, sepse është me gure dhe nuk rrit dot. Por kështu është shumë e bukur. Uji është vali ngrohtë. Ka gjithë Gjithë këtë pjesë. këtë linjë shumë të bukur që mund është me bo, me vrap me bicikletë. Shumë Si shumë do shumë e është shumë e bukur. bukur. Edhe kështu në një gjesh shpenzim tjetër, qofse do kemi sugjerime, s'kemi pas shpenzime, faktikisht. do ju themi. Jo se kemi bë pak se Por që që kështu. Dargjojmë lekët e burrit. në këtë dy. Lekët e burrit. I ain't never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, Dolëm prap neve. Ikim në shtëpi, dalim, ikim në plazh. Mesi sa jote. Hajde dal larg, sa forse. Ikim në plazh. Kështu janë këto 9 ditë vuajtje do jenë. Tamam. Edhe po thoshte Andi, vishemi, pispillosemi, bëhemi për pushime në përditshmërinë, nuk kemi qef. E thash Andi, do Ando, është bicikleta është aty. O Ando, thash, sikim as në punë. As stres nuk kemi. Ato leke kemi marrë me vete do I prishim. Pse mos të visheshmi, mos të ngjishesh. Mos të ngjishemi, mos të jemi klumtur. Tash jemi ku është hashtag I love Nice. Edhe ka një pamje shumë të bukur dhe ishim me fat se pam një perëndim me vërtet perfekt të bukur. Edhe pse nuk është mbi det, bëhej gjithsesi shumë I bukur. Ishim dhe te porti. Për një moment na bën zili ato jatet, po pastaj na iku shpejt. Ama po knaqemi, është vërtet shumë. Nica që nga me vërtet shumë e bukur. Një të majmë dhe ne që më hongër të Po, në një fokacë, ndoshta në një gjë kështu të vogël, jo shumë të rënd. Dhe të qenë atraksionin kjo këtu. Po, që nga erdhëm kështu pa dashje, thash Andi unë do vem të stacionin fundit I portit, vem tha Andi, edhe morëm terminal 2-shin, 2-shi kishte emrin ajo. 2-shin e 3-shin, 2-shin Po. për një rrugë, 3-shin u kthehemi. Edhe ishte stacioni fundit porti dhe aty ndalëm. E shtëpia Edhe ne këtu. Shtëpia ne kemi një bise, kemi 2 minuta larg. Pandaj zgjodëm atë. Po shumë afër atë majmë edhe vim direkt. Po, Shkojmë edhe ku një duam. që tramvajat janë jashtëzakonisht shumë të freskëta. Ta bën një filozofë ka lovnis, po s'leko, kush 2000 veta, 2000. Po mirë mo, edhe ata për qef kanë ardhur. Nuk kanë qenë radhën kur to. Sa e bukur? Është shumë qef. Sunlight blazing in. You lay your head down. Square on wheel. And that horn is sounding through the night. Po, hajde treg këtu që. Po. Ishte nga hona deri të premte thotë. Na e marta deri të dielën, se sot është e dielë shtëpi. Po nga marrën. Edhe ka çanta, kishte bizhu dhe ne e morëm një gjë, morëm normalisht morëm një një sapun. sapun që ajo zonja I bënte vet, I kishte dizenjuar vet formulën, edhe përveç asaj jemi në Provence. Si mos marrim sapune këtu. Ne morëm me një çaromë morëm më lule shtrydhem, duket se mbajmë mend se ç'a tha. Edhe pam tregun. Tash po hecim edhe po shohim ndonjë gjë të vogël për të ngrënë për darkë. Ora është 9:30 dhe shkoni sa ditë Po është. edhe ka një rrugë ka të mërësi shumë njerëz. Po. Me askush do me ikë shtëpi, edhe video që keni pak më përpara, janë të gjitha që mbu tani janë njerëz duke u la, shfar 9 ca. Po, plazhi ishte plot.
Edhe besoj se edhe uji do ketë qenë shumë i ngrohtë. Edhe ne tash mrapa do rim edhe më gjatë darkave. Po, në det, po, sepse në ka një gjë, Sot është ka parë. në ka një gjë, ka shumë vibe të bukur, edhe uji i detit është shumë i ngrohtë, por në qoftë se nuk dini not, nuk ja vlen. Sepse sa futesh fop, je thellë. Qofse nuk di not, Është si jugu i Shqipërisë. jo është më, akoma më i thellë Akoma se do më i jugu. thellë, po. Futesh bën 2 hapa dhe kërtap je deri këtu. Që kështu në qofse nuk dini not, hiqeni ose qofse keni fëmijë të vegjël, nuk mendoj se Nica është zgjedhja e duar. Edhe ne kemi marrë shtëpi siç u thava për trenin, dhe kemi marrë pjesa pak më larg portit. Shtëpia Po, më mirë ne është porti. Që Arsa shumë e mirë. Aty ka qallëri, ka shumë njerëz. do më thënë këtu ku jemi tash. Ku jemi tani? Kjo zona edhe pse vihet me tren 5 stacione, As 8 minuta nuk është me tren Po. dhe diferenca e çmimit ishte shumë e lartë. Vërtet? Po ishin 4 deri në 10-15 këtu për 9 net. Po, atë pasaj. po burri është. Ama që ka shumë bukur. Edhe gjë që duhet u se zbon, duhen to atletet që jo Po, atletet. water shoes, këto këpucët e ujit. Pucët e ujit duhen sepse nuk të Nuk dhejnë bëhet shumë goma dhe pa- ka shumë gurat në dhej. Është shumë e bezdishme. Ne i kemi dhe si kemi marrë nga nesër mrapa të fundit. Edhe shikoni vibe-in. Po ju them është plot, çdo cep, çdo lokal, çdo që është në maksimum. Edhe njerëzit janë të gëzueshëm, janë me pushime, janë të tërë super të lumtur. Edhe unë dhe burri tani, duke shijuar Nicën, edhe shpresoj që dhe ju të kënaqeni duke pa videot, edhe të duket sikur keni ardhur këtu me neve. Të pëlqen deri tash, dita parë. Po, dela një shumë mirë, që kemi pa. Ka shumë njerëz edhe ndryshe nga i pjesë e Francës që kemi pa ne, që kanë qenë pak më pasjeshëm, të duke si janë mësjeshëm. Po se këtu të tërë flasin italisht. Okej, po, ke italian, ke plot, spanjisht flitet. Unë mendoj se këta varen shumë nga turizmi. dalë në drejt. Po. Unë mendoj se këta varen shumë nga turizmi dhe s'mund t'ja tolerojnë vetes në sjellje jo të sjellshme. Edhe në përgjithësi edhe njerëzit, jo vetëm restorantet, edhe njerëzit janë shumë sjellshëm. Por ne do ju tregojmë në vazhdim.